Meteorologët thonë se pjesa më e madhe e dhjetorit do të karakterizohet nga kushtet të qëndrueshme atmosferike, temperatura mbi mesatare në sezonit dhe mungesë rreshjesh deri nga datat 17-18 dhjetor. Sipas meteorologëve, tabloja sinoptike mbetet pothuajse pa ndryshuar, me alternime diell dhe vranësira të lehta, ndërsa temperaturat luhaten vetëm me 1-2 gradë nga dita në ditë. Meteorologët theksojnë se në 20 ditëshin e parë të muajit moti do të jetë krejt komod, me vlera termike më të larta se normaliteti. Temperaturat do të vijojnë nga 19-21 gradë në mesditë, rreth 3-4 gradë më shumë se mesatarja e zakonshme e dhjetorit, që duhet jetë rreth 16-17 gradë Celsius. Për rreshjet, meteorologët thonë se nuk ka asnjë sinjal deri në mesin e muajit, ndërsa pas datës 17-18 pritet një ndryshim gradual. Aktivizimi i vërtetë i atmosferës mund të ndodhë në 10 ditëshin e fundit të dhjetorit, periudhë që përkon me festat e fundvitit. Meteorologët lënë të hapur mundësinë për rreshje shiu dhe dëbore rreth datave 20-24. Megjithëse sipas tyre është ende herët për një parashikim të saktë për natën e Krishtlindjes dhe ndrimin e viteve.